Kam edhe 2 vajza të tjera, babai vret të bien 23 vjeçare pas debateve të njëpasnjëshme për Trumpin. Një 23 vjeçare britanike u qellua për vdekje nga jati gjatë një vizite në shtëpinë e tij në Teksas. Siç bëj me dije hetimet, ajo kishte pasur një debat ashpër me babain e saj për presidentin amerikan Donald Trump më herët po atë ditë. Luki Harrison nga Cheshire u qellua në gjoks në Prosper pranë Douglasit në seancën hetimore të hapur në gjykatën Cheshire. I dashuri i saj, Sam Litter, dëshmoi për një debat të madh mes Lukit dhe babait të saj lidhur me Trump. Sipas tij, Luki shqetësoi shpesh se jati fliste për armët që zotronte. Ai tregoi se gjatë debatit Luki e kishte pyetur tatin si do të ndiheshe nëse unë do të isha vajza në atë situatë dhe do të isha sulmuar seksualisht. Sipas dëshmisë, Chris Harrison ishte përgjigjur se kishte edhe 2 vajza të tjera që jetonin me të dhe se kjo nuk do të shqetësonte aq shumë. Rreth gjysmore para se çifti të nisej për në aeroport, Luki ndodhej në kuzhinë, kur jati e mori përdore dhe çoi në dhomën e tij të gjumit në katin përdes. Hitler dëshmoi se rreth 15 sekonda më pas dëgjoi një kris më të fortë dhe më pas britma te Chris Harrison që thërriste bashkëshorten e tij. Kur hyra në dhomë, Luki ishte shtrirë në dysheme pranë hyrjes së banjës dhe Chris po bërtiste pa kuptim, tha ai. Në një deklaratë të dërguar në gjykat, Chris Harrison tha se ai dhe vajzat e tij po shikonin një lajm për krimin me armë, kur ai kishte thënë se kishte një armë dhe kishte pyetur nëse donte ta shihte. Ai e çoi atë në dhomën e gjumit për t'i treguar një pistolet. Nuk e kuptova çfarë ndodhi, Luki ra menjëherë në dysheme, thuaj në deklaratë. Ai shtoi se nuk mbante mend nëse gishti i tij ishte në këmbës. Hetimi zbuloi se Chris Harrison kishte pasur probleme me alkoolin në të kaluarën dhe kishte ndjekur rehabilitimin. Ai pranoi se kishte konsumuar rreth 500 ml verë të bardhë.